Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Sot do të flasim në lidhje me një temë që ju pata premtuar që do të flisnim, e cila lidhet me llojet e ndryshme të lidhjeve që ne mund të kemi përgjatë një jete. Për ta parashtruar një lloj situate që ne ta kuptojmë më mirë se për çfarë po flasim, do doja që për një moment të mendoni sikur shkolla në të cilën ju jeni regjistruar është toka. Pra toka është një shkollë dhe ka mësime të ndryshme në nivele të ndryshme. Por si një shkollë, për shembull, ku fëmijët shkojnë, që ka klasa të ndryshme, grupime të ndryshme dhe mësime të ndryshme në çdo nivel dhe për çdo nivel. Dhe nëse ne nuk mësojmë një lloj mësimi në një nivel specifik, çfarë do lloj niveli qoftë, ne do të ngelemi në atë klasë dhe nuk do të kalojmë në klasën tjetër dhe përfundimisht nuk do të diplomohemi, si të thuash, deri në momentin që ne kalojmë në të gjitha këto nivele. Këto nivele, pra dhe këto klasa, janë mësime të ndryshme që ne vim në këtë shkollë, që është toka, për t'i mësuar, deri në momentin që ne i mësojmë, pra nuk është se kemi një afat specifik, nuk kemi dikë që të na gjykojë se përse ne nuk i kemi mësuar deri në një farë pike, deri në një farë moshe, dhe për këtë pastaj lidhen dhe jetë të ndryshme që ne mund të kemi, pra nuk është se kemi vetëm këtë jetë, dhe nëse në këtë jetë ne kemi vendosur 5 mësime për të mësuar, nuk i mësojmë dot, ndoshta mësojmë 1, ndoshta mësojmë 4 dhe na ngelet vetëm 1, ndoshta i mësojmë të gjitha dhe shumë bukur kalojmë në nivelin tjetër, në jetën tjetër. Por nëse nuk i mbarojmë këto mësime që ne kemi në këtë jetë, ne duhet të vijmë vazhdimisht dhe nëpërmjet situatave të ndryshme, por që kanë të njëjtin synim, ne arrim që deri në një farë pike ne përfundimisht i mësojmë që në fund të diplomohemi apo jo. Nuk e di sa të hapur jeni ndaj këtyre temave, por mua më pëlqen shumë nëse dëshironi të flasim me to. Zen po më rëmuj. Dëshiron pakës vëmendje tani. Dhe sigurisht që pasi morëm dhe macen tjetër, është për pakës xhelos. Nuk e kisha parë ndonjëherë që të ishte kaq të kërkonte kaq shumë vëmendjen time apo të familjarëve të tjerë. Është shumë i lezetshëm, nuk është se ne nuk ja ofrojmë sigurisht, por që tani domethënë duket ajo ndjesia që hej paprit pak, po sikur të dashurinë e tyre mos ta kem dhe ta kalojnë tek maca tjetër, për shembull, çfarë do ndodhe dhe okej, se tani devijuam nga tema. Pra, mua më pëlqen shumë të flasim lidhje me këtë temë. Nëse ju jeni të hapur, sigurisht do të bëj dhe video që mund të sqarojmë këtë koncept, saqë është pakës shumë, ndoshta për një pjesë të limituar të njerëzve që duan ta dinë. Gjithsesi, nëse jeni të hapur, sigurisht, dhe nëse unë ndjehem e udhëzuar, siç u ndjeva për këtë video, do ta bëj sigurisht. Për këtë video unë ndjeva shumë e udhëzuar sepse ne shpeshherë këto mësime na paraqiten nëpërmjet marrëdhënieve të ndryshme që ne mund të kemi me individ të tjerë. Sepse ata ose na reflektojnë diçka për të tjerët, ose shërbejnë sipas syra jon, ose nga njëra anë shërbejnë si një katalizator që ne të na aktivizohet misioni jon. Ndoshta dhe thjesht nëpërmjet dashurisë ne kujtohemi se kush jemi dhe ne kujtohemi për çfarë ne jemi këtu të bëjmë, apo ndoshta nëpërmjet situatave kaotike dhe stresuese dhe dëshpëruese, ato janë katalizatorët që ne na zgjojnë. Pra ka mënyra nga më të ndryshmet. Dhe duke bërë këtë video që të jemi të qartë se cili është roli i këtyre lidhjeve, të qartësohemi për lidhjet që ne kemi në jetën tonë, cili është roli i tyre, përse është kjo situatë kaotike gjithnjë, për shembull me partnerin, me motrën vllajën, me familjar, me shoqen shokun, sepse nëse e kuptojmë këtë në radhë të parë, ne mund të arrijmë më pas të mësojmë mësimin që kjo situatë dëshiron të na ofrojë. Dhe të kalojmë në mësimin tjetër, pra do të jetë shumë herë më e lehtë. Dhe duke parashtruar këtë situatë që toka tani më është shkollë dhe ne këtu vim për të mësuar dhe mësimet paraqiten nëpërmjet situatave të ndryshme dhe lidhjeve të ndryshme, tani më le të kalojmë tek llojet e ndryshme të lidhjeve që ne mund të kemi përgjatë një jete. Si fillim, doja ta nisja me faktin që siç përmendëm faktin e jetëve të ndryshme, përgjithsisht ka disa grupe, për shembull shpirtra që vijnë dhe vijnë gjithmonë në jetë, lindin gjithmonë në jetë së bashku, por me role të ndryshme. Pra, njëherë personi që mund të jetë mamaja
në lidhje me babain, pastaj ndrojnë rolet. Bëhet ai person që ishte mamaja bëhet babai dhe babai bëhet mamaja ose anasjellta dhe nëpërmjet djalit dhe vajzës për shembull. Dhe kjo mund të lidhet edhe me elementin e karmës, që për shembull nëse keni bërë diçka ndaj këtij personi, tani më ju do të vini si roli i kundër që ju të merrni shpërblimin, domethënë të merrni atë që ju ofruat, qoftë e mirë apo e keqe. Dhe sepse ne në jetë, sado që ne kemi këtë plan paraprak, këto mësime që duam të mësojmë, ne kemi vullnet të lirë. Dhe ky vullnet i lirë përcakton rrugën që ne ndjekim, a do t'i mësojmë këto mësime apo jo, pra është si të thoni tamam si në shkollë. Ju e keni për shembull qëllimin që të mësoni këto X mësime, këto X lëndë. Por ju e keni në dorë, pra për shembull e zëm në shkollë të lartë, ju e keni në dorë të mësoni apo jo, të paraqiteni në leksione apo në seminare apo jo, të paraqiteni në provim apo jo, pra e keni ju në dorë. Është shumë e lirë dhe rezultati është i thjeshtë, nëse ju paraqiteni, ju do ta merrni, nëse nuk paraqiteni, nuk do ta merrni dhe të duhet paraqiteni përsëri. Është e njëjta gjë. Eksaktësisht. Prandaj mora këtë shembull sepse mund ta shohim shumë lehtësisht dhe ta paralelizojmë shumë lehtësisht. Dhe ky pra është grupimi i parë me këta njerëz të cilët ju vini shpesh me njëri tjetrin. Dhe ju më kot shpeshherë ju mund të ndjeni shumë të lidhur me ta dhe mund të ndjeni sikur jo vetëm që i njihni për kaq kohë, por keni shumë më shumë kohë që i njihni dhe ndoshta keni edhe kujtime që ju duket sikur keni shumë më shumë se sa thjesht kujtime tek kësaj jete. Dhe shpeshherë ata mund të vinë tek ne, e di po luan tek të mia tani. Mund të vinë sepse nëpërmjet dashurisë, pra është ajo që ne përmendëm, mund të na zgjojnë diçka nëpërmjet vështirësive, një familje me vështirësi të shumta. Një familje me shumë vështirësi është ajo e cila mund të na zgjojë nëpërmjet vështirësive që ne hasim në këtë familje. E të tjerë e të tjerë. Nga ana tjetër, po nis me këtë që është më situatë dramatike, por që është më e vështira, pra kemi lidhjet karmike. Ne e përmendëm pakës elementin e karmës. Në momentin që ne krijojmë një lloj karme specifike në një farë periudhe, në një farë jete, ne do duhet që ta paguajmë mbrapsht. Dhe sigurisht do duhet të vim përsëri në këtë botë, në këtë shkollë, që ne të paguajmë atë që kemi bërë, apo të marrim për shembull atë që kemi ofruar. Dhe kemi këto lidhje karmike që ne i përmendëm pakës, pra në momentin që ne bëjmë për shembull qoftë mirë apo keq, sepse karma mund të jetë pozitive e negative. Nëse bëjmë mirë ndaj një personi, ky person dihet shumë i detyruar që për shpirti i tij të vijë në jetën tjetër dhe ne të na paguajmë mbrapsht duke bërë një të mirë për ne. Tani kjo varet sepse përsëri qëndron fakti i vullnetit të lirë që ky person mund të mos ta bëjë, pra mund ta bëjë, mund mos ta bëjë këtë gjë. Gjithsesi, është diçka që ai do duhet t'ju shpërblej, si thua, nëse i bëni një dhuratë një personi, ai person dihet i detyruar që jo i detyruar, por dëshiron t'ju dhurojë dhe ju diçka. Por mund ta bëjë, mund mos ta bëjë. Nga ana tjetër, mund të kemi dhe aspektin negativ të kësaj, pra në momentin që ju bëni një të keqe ndaj dikujt, me vullnet të lirë, ju do duhet që ta paguani këtë që bët në një kuptim, pra që të merrni atë që ofruat, jo se do të ndëshkoheni, por që mund të duket si ndëshkim për faktin që mund të ndodhë diçka negative, por që është thjesht fakti që ju merrni atë që jepni, është çështje energjie dhe energjia balancohet, pra nuk është se humbet çfarë ju ofroni do të merrni. Nga ana tjetër kemi lidhjet platonike, që janë vërtet shumë, këto janë aspektin shumë pozitiv në fakt. Mund t'i shikojmë si miq tan të mirë, si familjar ndoshta, që thjesht pra një lidhje platonike, jo romantike, që thjesht janë aty për të na ofruar këtë komfort, këtë suport, nëse ne kemi për shembull diçka të vështirë që kalojmë në jetën tonë. Nëse është dikush aty për ju që ofron këtë komfortin, suportin, qoftë nëna juaj, qoftë babai, qoftë një mik, një mikesh, partneri apo partnerja, do të thotë që kjo është një lidhje platonike. Dhe në këtë lidhje platonike, qëllimi kryesor i kësaj lidhjeje është që ndryshe nga lidhjet karmike për shembull që duan që ne të balancojmë diçka në lidhje në aspektin energjetik, apo nga lidhjet e familjes që për shembull ju thjesht vini të gjithë bashkë si grup. Kjo është një lidhje pra midis dy personazh, dy shpirtrash mund të themi, që nuk është se kanë lidhje romantike, por kanë një lidhje miqësie të sinqertë dhe besnikërie dhe bashkëpunimi dhe që janë aty për njëri tjetrin. Nëse e keni këtë, uroj shumë që të zjas
për gjithë jetën tuaj sepse është një lidhje shumë e bukur. Nga ana tjetër kemi lidhjen shpirti binjak që mund ta themi, që në këtë lidhje ju keni një njohje drejt për së drejti. Edhe kjo mund të jetë një lidhje platonike, por një shpirt binjak mund të jetë edhe kafsha juaj. Pra mace, qenë, çfarë të lloj kafsha shtëpiake që ju keni mund të jenë një shpirt binjak dhe ndoshta një lidhje platonike që ju mund të keni me këto qenie kaq të dashura që ofrojnë dashuri pa kushte, sigurisht që mund të jenë aty ndoshta për t'ju suportuar në rrugtimin tuaj. Për shembull, unë e ndjej vërtet shumë që të dyja, Maçoku dhe macja ime, janë shpirtat e mi binjak që më kanë ndihmuar dhe vazhdojnë më ndihmojnë në rrugtimin tim. Dhe kanë ardhur në momente, nuk është se unë kam dalë për t'i kërkuar, unë thjesht e kam ndjerë përpara se ata të vinin tek unë, që do të kisha një maçok dhe më pas një mace, por që nuk e dija se kur, se si do t'ishte, dhe momentin dhe kohën specifike që ka qenë vërtet shumë e rëndësishme në jetën time. Dhe kjo mund të ndodhe për ju, pra në momentin që ju keni një lidhje që shfaqet krejt papritur në një moment specifik, dhe vërtet kur ju duhet dhe ndoshta është zgjimi i diçkaje tek ju apo ju ndihmon, ju suporton në rrugtimin tuaj, mund të keni të bëni me njërin nga këto që ne përmendëm, njërin nga këto lidhje pra platonike apo shpirtin binjak. Por mund të jetë shpirti binjak dhe një partner që vjen në jetën tuaj për t'ju ndihmuar, për të kooperuar, për t'ju ofruar dashuri pa kushte. Dhe në këtë lloj marrëdhënie ju mund ta kuptoni sepse keni një njohje të drejtë për drejtë, sepse me këtë shpirt binjak ju mund të keni patur shumë jetë të ndryshme, kujtime të ndryshme dhe ndoshta jeni takuar në çdo jetë si partner. Kjo është shumë e bukur. Dhe keni një lidhje zemër me zemër me këtë person. Dhe sigurisht ndjeni një njohje, sikur e njihni nga shumë kohë më përpara, apo thjesht ndjeni një rehat me këtë person, ju bën të ndjeni mirë, ju bën të jeni për shembull në energjinë tuaj, në elementin tuaj. Dhe është një lidhje shumë e bukur, nëse është një lidhje për shembull paqësore, sepse mund të kemi edhe këtu që ndërthuret për shembull shpirti binjak, por në një lidhje karmike, pra që keni një diçka të papaguar së bashku. Apo shpirti binjak thjesht në momentin që ju është si një shpërblim për ju që shihoni këtë rrugtim të bukur së bashku. Dhe kjo tani na kalon në një shkallë tjetër që kemi të bëjmë me flakën binjake. Kështu mund ta përkthej. Kjo është një lidhje më jo e vështirë, nuk do të thë e vështirë, por që është më intensive. Dhe sigurisht që ka një qëllim më të lartësuar se sa thjesht të shijojmë dhe të komfortojmë njëri tjetrin. Ka një mision të përbashkët aty për një qëllim specifik që duhet përmbushur. Dhe sigurisht që këta shpirtra kanë misionin e tyre për shembull personal, por kanë dhe një të përbashkët. Dhe quhet flaka binjake sepse në rastin e shpirtit binjak janë dy shpirtra që thjesht janë për shembull të lidhur zemër me zemër. Çakrat e tyre të zemrës janë të lidhura me njëra tjetrën dhe mund thuash që po funksionon dhe lidhja telepatike, por që në këtë rast kemi të bëjmë me një shpirt i cili ndahet në dy trupa. Dhe kjo është një lidhje edhe më intensive, kjo është një lidhje edhe më e fortë, si të thuash zemër me zemër, sepse është si vetja juaj për në një trup tjetër. Një më kohë quhet flaka binjake dhe kjo është shumë e rrallë, sepse në radhë të parë një është shumë e rrallë sepse është e vështirë, ndoshta për shumicën e njerëzve që të kalojnë një lidhje të tillë duhet bërë shumë punë me veten, që ju të jeni gati për këtë lloj marrëdhënie. Është shumë e rrallë, përveç faktit që është e rrallë të ndodh, është e rrallë fakti që të bashkohen këta dy individ. Dhe nëse ndodh, është një katalizator i fuqishëm për zimet shpirtërore të dyja palëve, sado që njëra palë mund të jetë e zgjuar më shpejt se sa tjetra, sepse ne kalojmë nëpër zime të ndryshme shpirtërore, që nga më të voglat e më të mëdhat në një rrugtim të bukur. Dhe sigurisht që ky takim ofron një zimë shpirtërore për të dyja palët, ofron zimin e kujtimeve të ndryshme, ka një lidhje telepatike më të fuqishme, ka një mision të përbashkët të lartësuar që për më të mirën e gjithëve, por që është diçka shumë unike për secilin prej këtyre çifteve të ndryshme. Sigurisht që këto lidhje mund të jenë platonike dhe romantike në të dyja palët, kjo nuk veçohet, apo mund të kenë të ndërthurura të dyja, sepse nëse e takoni për shembull flakën tuaj binjake, mund të jetë më shumë se sa thjesht ose shok ose partner, mund të ketë të gjitha bashkë. Mund të jetë familje për ju, shok, partner, mik,
gjithçka. Kjo ndodh në momentin kur dy shpirtra janë të balancuar në energjinë e tyre mashkullore femërore, secili, dhe vinë së bashku si dy qenie të plota, pra si thua, vërtet shpirti është i ndarë. Dhe kalojnë për rrugtime shumë të vështira, ndoshta për të balancuar këto dy energji. Por në momentin që janë të balancuara dhe jeta e tyre është në harmoni, ndodh ky bashkim, si të thuash, sepse është shumë i fuqishëm dhe nëse ka probleme të pazgjidhura për secilin prej palëve, mund të jetë më e vështirë më pas. Ndërkohë që në momentin që të dyja palët janë të kompletuara në veten e vet, çdo gjë shumë herë më e thjeshtë. Dhe në këtë rast është si të shikoni veten tuaj në pasqyrë, por të flip, si thua, pra të reflektuar. Keni parasysh që kur shikoni në pasqyrë ose në kamerën e telefonit më saktë kur e keni përballë, del e reflektuar ose e kthyer horizontalisht. E njëjta gjë është, pra, ju mund të shikoni veten tuaj, por ndoshta në një anë tjetër, apo ndoshta mund të kujtoni ose mund të shfaqe papritur sfera dhe vetes suaj, sepse kjo pasqyrë reflekton ndoshta edhe këto skutat më të errta të vetes suaj që ju nuk i shihni dot me syrin tuaj të lirë apo me veten tuaj. Duhet ky person ose kjo pasqyrë që ju të shikoni, siç na duhet pasqyra ndoshta për të parë fytyrën tonë, se nuk e shohim dot, syt tanë shikojnë gjërat që kemi përreth. Kjo pasqyrë ne na ndihmon të shikojmë veten. Prandaj ndonjëherë mund të jetë kaq e vështirë për disa individ që të reflektojnë këto skuta, por në momentin që jeni gati, prandaj ndodh kjo lidhje në momentin që jeni gati, që të mos trembeni, të dini që po i shihni këto gjëra që mund të jenë të reja dhe mund të duket e frikshme, por që ju jeni gati të punoni me to. Dhe duke qenë se është kaq intensive, në momentin që ju mund të takoni flakën tuaj binjake, mund të keni momente ndarje dhe ribashkimi, por nuk është se po ri të ndalem shumë tani, sepse e di që tek kjo ka shumë për të folur, po them thjesht kaq për kureshtjen tuaj dhe për ta ditur. Nga ana tjetër, le të kalojmë tani tek një lidhje shumë e bukur që mund të jetë për shembull mësues student, dhe kjo mund të ndërthuhet me secilin prej këtyre lidhjeve që ne tham. Sepse, për shembull, në gjitha këto lidhje ju thjesht mund të jeni student të dy, mund të jeni mësues të dy, por mund të jeni edhe mësues student, pra njëri të ketë rolin e një mësuesi dhe tjetri studentit që të mësojë mësimet nga ky mësues. Por nuk është një lidhje që ju mësoni nëpërmjet vështirësive të mëdha, si thuash. Është si një mësues i urtë që ju thot fjalë të mençura gjithkohon, që qëndron me ju në momentet kur juve ju nevojitet dhe thot gjën e dur në kohën dhe në momentin e dur. Dhe në momentin që misioni i kësaj lidhjeje përfundon, në fakt rrugët tuaja shkojnë në drejtime të ndryshme. Kjo është e veçanta e kësaj lidhjeje. Kaq të fundit për të përmendur lidhjen që ne mund të kemi me guidat tona shpirtërore, sepse edhe kjo është ja vlen për të përmendur. Se ne gjatë gjithë kohës ishim duke folur për lidhje shpirt me shpirt, por në një trup fizik. Tani më le të flasim për një lidhje ne, për shkakun që jemi një shpirt në një trup fizik, me guidat tona shpirtërore që nuk është se janë në një trup fizik, dhe kjo është e bukur, sepse për të qenë në një trup fizik ne duhet që të interaktojmë, pra të jemi në marrëdhënie me këtë person, që të ndodhin gjitha këto aktivizime dhe mësime të mësohen. Pra ne duhet të shkojmë në një shkollë fizike për të mësuar, të kemi libra, ndërkohë që në këtë aspekt ne nuk kemi nevojë të shkojmë në një shkollë fizike, ne mund të qëndrojmë kudo që jemi. Nuk kemi nevojë për libra, por kemi nevojë që të shkojmë brenda dhe të lexojmë librarinë tonë të brendshme, dhe nuk kemi nevojë të kemi një person tjetër fizik dhe të takojmë në një farë mënyre në këtë dimension 3D, por thjesht ne mund të lidhemi në çdo kohë, në çdo moment, është si lidhja Wi-Fi, në çdo kohë dhe në çdo moment me guidat tona, me ëngjëjt tonë që na mbrojnë dhe që kujdesen për ne, që ne të jemi të mbrojtur, të kujdesen për ne, të na udhëzojnë që ne të mësojmë këto mësime dhe që të mos kemi pse të kthehemi përsëri këtu. Dhe nëse ne jemi të hapur mjaftueshëm ndaj kësaj ideje, ndaj këtyre shenjave, ndaj udhëzimeve, ndaj ndihmës që na ofrohet, sigurisht ne i mësojmë mësimet dhe nuk kemi pse të vijmë, nuk kemi pse të harxojmë më shumë kohë në klasë të parë, për shembull, kur ne mund të kalojmë në nivelet e tjera. Sigurisht që s'është me detyrim, absolutisht jo, por që është një zgjedhje në fund të ditës dhe përse të mos ta shikojmë si opsion. Dhe kjo lidhje është vërtet shumë e bukur, sepse ne na ndihmon që të kuptojmë kush jemi, të kuptojmë misionin tonë, të kuptojmë dhuntit tona, të kuptojmë të gjithë ne jemi
kemi dhuntit tona specifike, të gjithë ne kemi këtë mundësi, të gjithë ne jemi intuitiv, të gjithë ne, dikush më shumë, dikush më pak, sigurisht, por që të gjithë i kemi këto, pra është si puna e artit, të gjithë janë artistë, të gjithë mund të pikturojnë, të gjithë mund të këndojnë. Sigurisht që ka të tjerë që janë më të mirë, ka disa që ndoshta nuk janë, dhe kjo është çështje perspektive. Nuk ka, për shembull, krahasim lidhje me këtë pjesë, ne jemi gjithë unik, dhe ndoshta këta personë që cilësohen si të mirë mund të jenë të pëlqyer nga shumica, dhe prandaj duket e tillë. Por kjo do të thotë që këta të tjerë që janë të pëlqyer nga pakica nuk janë të mirë, apo jo? Dhe nuk do të thotë që ata s'dinë të pikturojnë apo të këndojnë. Sigurisht që dinë, pra është e njëjta gjë dhe me aftësitë intuitive dhe me çdo gjë tjetër, që ne të gjithë i kemi, ne të gjithë jemi një lloj, ne të gjithë kemi një trup fizik njëherë, që ka të njëjtat shqisa dhe sigurisht, pra edhe në këtë rast ka disa që nuk i kanë për një arsye specifike, sepse kjo lidhet me mësimet që ata duhet mësojnë në këtë jetë, me karmën, me shumë të tjera, pra ka një arsye shumë më të thellë dhe për njerëzit që janë me aftësitë kufizuara. Por që në përgjithësi të themi që ne jemi njësoj, por është në detyrën tonë, në zgjedhjen tonë që ne t'i përdorim për shembull, të flasim, të dëgjojmë, të shikojmë, apo të mbyllim syt, të mos flasim, të mos dëgjojmë. Është në dorën tonë për çdo gjë. Prandaj nuk ka detyrim në këtë pjesë dhe nëse ndjeni të udhëzuar, sigurisht kjo është ajo që ju mund të bëni sepse është intuita që. Dhe për ta përmbyllur, pra aspekti më kryesor që do ta përmendja është që në fakt ne nuk e kuptojmë se sa shumë, për shembull, njerëzit shërbejnë sipas tyra jon. Dhe po ta kuptojmë këtë fakt apo marrëdhëniet shërbejnë sipas tyra jon, do të jetë shumë herë më e lehtë për ne, sepse unë shoh shpesh raste, shoh edhe familjar të mi, shoh edhe raste të tjera që kanë dashur të gjejnë ndihmë prej meje, si të thuash, sepse kanë qenë të ngecur në vend numero dhe e kuptonin që kishte diçka aty, sepse duhet kuptoni që ky lloj mësimi përsëritet her pas here me të njëjtin person, në situata nga më të ndryshmet. Por është e njëjta gjë dhe për mua apo për të tjerë që shohin nga një aspekt personi i tretë, si të thuash, pra një person i jashtëm, është kaq e qartë që kjo gjë po ndodh dhe është ky mësim dhe kjo gjë po përsëritet çdo ditë, por për këta persona që janë aty, ndoshta është kaq e vështirë për ta kuptuar apo është e vështirë për ta thyer këtë lloj cikli, sepse është një cikël që në momentin që ju nuk e bëni, do të përsëritet prapë. Dhe ndoshta jo njësoj, është si pyetja në një provim që ndoshta për shembull mësuesja për të njëjtën gjë formon disa pyetje dhe nuk është se radhën tjetër që ju e thoni gabim të ju jep të njëjtën pyetje. E ndron pyetjen sepse thot, pa prit pak, ndoshta se ka kuptuar pyetjen. Ndoshta ta bëj pak pyetjen ndryshe se mund t'i zgjohet diçka. Dhe pyetja gjithnjë është e ndryshme. Dhe ju mendoni që është diçka tjetër, por është e njëjta gjë. Thjesht e parashtruar në mënyra të ndryshme, sepse universi, që mund ta mendoni si mësuesi, e parashtron në këtë lloj mënyre që të shikoj ndoshta kjo pyetja mund të jetë më e lehtë se sa kjo. Por mësimi është i njëjtë, sepse kur e mbaroni këtë mësim, do të paraqitet një mësim tjetër. Dhe ndoshta mund të keni edhe 5 mësime një herësh, por e mira është i merrni një nga një, edhe sikur t'i keni. Dhe po ta kuptonim që mënyra se si të tjerët na trajtojnë ka të bëjë shumë me mënyrën se si ka të thotë shumë për ta, dhe mënyra se si ne reagojmë ndaj kësaj ka të thotë shumë për ne. Kjo do të ishte shumë më e lehtë që ne të navigojmë këto marrëdhënie, që kaosi të shuhet, që konflikti të shuhet, që ne të mësojmë këto mësime, që ne të kemi një marrëdhënie në harmoni, sepse në momentin që ne mësojmë këto mësime, shikojmë reflektimin ton, ballafaqohemi me gjithë atë çfarë duhet bëjmë. Në atë moment lidhja ndryshon, vetvetiu si me magji, dhe bëhet më harmonike, më në balancë, më e bukur, sepse mësimi u mësua, ky ishte mësimi. Dhe kjo lidhje ndoshta edhe mund të shuhet fare për ju të shkoni në rrugë të ndryshme, por edhe mund të vazhdojë, por ndryshe, jo si më përpara. Prandaj është e rëndësishme që ne të mësojmë këto mësime dhe të mos qëndrojmë në vend numëros, si thua, tani është në dorën tonë, sigurisht. Nëse duam që kjo gjë të përsëritet, konflikti të përsëritet, zënka të përsëritet, shumë bukur, ndoshta ju pëlqen. Ka njerëz mund t'i pëlqejë të kenë jetë me dramë, por ka njerëz që duan jetë me paqe, jetë të lumtur, jetë në harmoni.
Dhe të mësojmë këto mësime në kohën dhe në momentin e dur është çelësi që ne të arrijmë këtë lloj paqe të brendshme, këtë lloj harmonie. Pra është ajo shpreha vuajtja fat shkurtër për kënaqësia fat gjatë. Kjo është ajo që doja të ndaja me ju. Sigurisht që ka shumë lloje të tjera, ndoshta të papërmendura, ka më shumë për të folur për secilën prej tyre, por kjo është ajo që unë ndjeva e udhëzuar të them. Dhe madje edhe për këtë mendoj që shumë prej jush mund të jenë në fillim pak skeptik në lidhje me disa terma, por sa më shumë të hapur të jeni, aq më mirë është. Dhe fundja këto tema janë për ata njerëz që duan të zhvillohen dhe të mësojnë më tepër për këto terma, që të zgjerojnë horizontet e tyre apo që të kuptojnë realitetin e tyre, lidhjet që kanë, që të jetë më e thjeshtë që të mësojnë këto mësime. Nëse ju pëlqeu kjo video, do doja shumë ta dija opinionin tuaj. Do doja të dija a kuptuat gjatë kohës që ne i folëm, a ju erdhi ndërmend ndonjë marrëdhënie specifike dhe në cilën prej grupimeve do ndodhej? Dhe cili është opinioni juaj? Sigurisht jam shumë e lumtur të di opinionin tuaj, gjithnjë, idetë tuaja, sugjerimet tuaja, gjithçka që ju keni. Flisni pa dorashka, nuk më ngelet qefi, më bëhet shumë qefi në fakt për njerëzit që janë të sinqertë dhe që e shprehni mendimin tuaj, opinionin tuaj dhe kur ndani eksperiencën me mua, do të thotë shumë për mua. Shumë faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë nga zemra ime dhe kalofshi sa më bukur. Mirupafshim.